I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, pritet të qëndrojë në Kosovë javën që vjen, më saktësisht nga data 17 deri me 19 mars, në vizitën e tij të parë prej kur mori këtë post, duke zaventësuar paraardhësin e tij Miroslav Lajçak. Sorensen do të vizitoj Kosovën për të përgatitur vazhdimin e procesit të dialogut në kuadër të së cilit për muaj nuk ka pasur lëvizje. Ndër temat e para që do të mund të diskutoheshin gjatë vizitës së tij është edhe zbatimi i deklaratës për të pagjeturit, për të cilët palët kishin rënë dakord, por takimi i fundit në Bruksel në nivel të ekspertëve kishte dështuar që të zhvillohet, por edhe që të sjellë ndonjë rezultat. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e re e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, ka thënë para disa javësh se gjatë këtij muaji do të shikojnë se si do të ecet përpara në procesin e dialogut, duke përmendur po ashtu edhe faktin se ka kritika ndaj formatit të deritashëm të këtij procesi. Në BE vazhdojnë të thonë se nuk do të heqin dorë nga kërkesat që si Kosova ashtu edhe Serbia të përmbushin të gjitha obligimet e tyre që dalin nga procesi i deritashëm i dialogut, e kjo përfshin edhe zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash. Diplomatët në BE janë kurrështar për të parë se si do t'i qasen këtij procesi përfaqësuesa e lartë Kaja Kallas dhe i dërguari i posaçëm Peter Sorensen. Por të njëjtit thonë se në këtë moment, përderisa është e paqartë se kur dhe si do të formohet qeveria e re në Kosovë, ndërsa situata edhe në Serbi është sfiduese me protestat e studentëve dhe me një qeveri formalisht në dorëheqje, nuk është reale që të pritet ndonjë progres në procesin e dialogut. Kosova dhe Serbia, së paku kështu vazhdojnë të thonë në BE, kishin arritur në muajin shkurt të vitit 2023 në Bruksel marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe më vonë në një takim në Ohër edhe aneksin për implementimin e saj. Por 2 vite më vonë nuk ka asnjë lëvizje në zbatimin e kësaj. Për këtë vënë nga Brukseli, Augustin Palokaj.